Me zhvillimin e turizmit, idetë e biznesit dhe vënia e tyre në jetë janë një mundësi e jashtëzakonshme për të gjithë të rinjt. Një prej tyre është edhe 20-vjeçari Dalbero Çela nga Gjirokastra. Ai studion në degën e turizmit në Universitetin e Qerem Çabej dhe prej 3 vitesh ka çelur një subjekt në pazarin e Gurt në shërbim të turistëve që vizitojnë këtë qytet. Si çdo i ri, çdo njeri mendon për të krijuar të ardhmen e tij sa më të bukur. Unë gjej shumë vetë mirë tek biznesi. Dhe ndërkohë që ndjek studimet në vit të dytë në turizëm, duhet të bëj edhe diçka tjetër. Duke parë mundësitë që na ofron turizmi në Gjirokastër, kam hapur një dyqan të tillë në pazar. Si çdo gjë e re është e vështirë, është edhe ajo frika të ta pranojnë njerëzit apo jo, sepse gjërat që janë risi e kanë atë ndjesim për herë të parë. Ky është sezoni i tretë biles që punojmë dhe unë jam shumë i kënaqur. Kjo gjë na ka shtyrë që neve të zgjerojmë akoma më shumë në fushën e turizmit. Iriu Dalbero shprehet se ndër të tjera kjo punë i jep shumë kënaqësi sepse është e lidhur ngushtë me profesionin që ka zgjedhur. Një diçka, po e bëre me kënaqësi dhe me qef, lodhja është e pa përfillshme. Është dhe një shprehje urtë që thonë të parët që nëse e bën një punë që e ke inat, zese je në burg. Nëse bën diçka që e ke qef tërkohës, ajo quhet as punë, quhet argëtim. Na ka ndodhur që një turist ka ardhur pas një sezoni, ka ardhur prapë këtu për të provuar aktorë ose për të pirë një kafe bashkë për të ketchup, mund të thuash. Do njëherë janë edhe kurioz, kërkojnë dhe recetat. Dalbero bën thirrje të rinjve të mos presin, por të nisin që tani të hedhin hapat e parë drejt ideve të tyre. Unë ndihem krenar që kam gjetur një mundësi në qytetin tim dhe pa u larguar nga familja për të krijuar diçka time. Kjo është ajo që më krenar më shumë. Unë them se nëse njeriu përpiqet të gjejë diçka, të sjellë një risi të re, dhe në çdo lloj vendi, jo vetëm në Gjirokastër që ka plot mundësira, sidomos tani me ardhin e turizmit, mund të dalë dhe është gjë më mirë që njerëzit të jenë afër me familjen. Kjo është besoj këshilla ime. Për studentin Dalbero, turizmi nuk është vetëm një deg studimi, por një mënyrë jetese. Ai është shembulli një të riu që ka ditur të shfrytëzojë mundësitë që i ofron qyteti i tij dhe të ndërtojë hap pas hapi një të ardhme premtuese.